Atëherë, sapo dolëm nga zyra Drejtoria Vendore e Policisë së Shtetit në Lezhë, nga ku kemi depozituar një kallëzim penal për kandidatin e Partisë Demokratike, zotin Xhinxhoni, i cili prej javësh ose prej kohësh më mirë në takimet e veta elektorale me aq njerëz 2, 3, 5 apo 7 sa ka pasur në rrjetet e tija sociale, vazhdimisht në mënyrë permanente ka akuzuar drejtuesit e shtabeve të Partisë Socialiste, drejtuesit e Partisë Socialiste në zona, si kriminal elektoral, si njerëz që duhet jenë në burg, si njerëz që intimidojnë qytetarët dhe si njerëz që duhet të përndiqen nga policia e shtetit apo nga njerëzit e Partisë Demokratike. Një gjuhë totalisht e papranueshme për ne. Ne jemi këtu sot dhe me njëherë pastaj do t'i drejtohemi edhe zyrës së vëzhguesve të OSB-s, fakti që ato kanë tension dhe problem në garen brenda tyre, fakti që atyre ju duhet një alibi për humbjen, apo fakti që ata duan të kenë një performancë apo projektoret nga veti atyre, kjo nuk e justifikon faktin që një qytetar të këtij vendi ta quaj kriminal, apo t'i drejtoj gishtin gjithë secilit prej antarëve dhe simpatizantëve dhe njerëzve që punojnë për Partinë Socialiste. Kjo është e papranueshme. Nuk mund të kthehemi dhe nuk duhet jemi më pjesë e një fushate alla 97, ashtu siç ata pretendojnë. Nuk mund të jemi nuk mund ta pranojmë asnjëri nga ne që të na drejtohet gishti me pa të drejtë, me shpifje dhe me çdo instrument tjetër i cili në mënyrë të drejtë për drejtë cënon harmoninë që është në Lezhë prej vitesh në fushatat elektorale. Kjo është e papranueshme nga ne. Edhe gjej rastin, t'u drejtohem edhe qytetarëve. T'ju them që kjo është diferenca mes nesh dhe mes atyre të cilët si qëllim vetvete kanë vetëm zhurmën, kanë vetëm kthimin pas në kohë dhe nuk kanë asgjë të përbashkët me subjektin ton politik. Distancohemi qartazi nga ajo mënyrë e të bërit fushat dhe shkojmë të sigurt si Partia Socialiste e Shqipërisë, si Dega Lezhë, ashtu edhe Kurbin, ashtu edhe Mirdit, si kandidatët tanë shkojnë në të njëjtën format, me të njëjtën formë bërës fushat, me një situatë komplet qytetare dhe të sigurt në fitoren 4-3 në datën 11 maj. Shumë faleminderit. Tjetër. Mbrëm konkretisht në fshatin Dajç, në orët e vona të fshatit Dajç, në pronën e babait të kandidates ton për deputet, njerëz të armatosur janë paraqitur duke i kërcënuar se do ju marrin peng kryetarin e Partisë Socialiste dhe babain e kandidates për kryetare për deputete në Parlamentin Shqiptar. Kjo është totalisht e papranueshme. Ne jemi drejtuar instancave shtetërore, normalisht që duhet marrin masat e tyre. Kjo është pikërisht ai momenti indasisë që ne kemi. Çdo natë militantë të Partisë Demokratike qarkullojnë orëve të vona me arsye, pa arsye, totalisht pa arsye, për të gjurmuar dhe për të krijuar alibin e tyre të humbjes në zgjedhjet e 11 majit.